Përshëndetje, si dhe shikoni, kemi sërish një pako dhe po hapim tani se tani për arrej Matias edhe për hap shumë të qesën se është super erë edhe nga ardhë dhe një pako tjetër, por është hapa nuk e di se të prosit nga shqipë një më dhëmë shumë një nga një edhe më mungojnë kam akoma shumë porosi dhe po ja tregoj të parën që kur e pash më duk shumë e gjerë për trupin tim. Atëherë unë këto nuk do t'i vesh, është me të tantellën kështu, këto nuk do t'i vesh sepse ja për të pirë Matias edhe nuk dua domethënë që të vesh rroba të palara edhe në fund vjen me këto tyrin kështu. Kjo shkon shumë me pantallonat bardha, i kam porositur të pantallonat e bardha, unë kam një palë pantallonat bardha aty, por nuk më bëjna, nuk e di se çfarë. Okej, këtu kemi lice flokësh, se na duhen, nuk e di nga më humbi këto. Këtë e hapa dhe nuk e di nga vërvita qesën. Dhe është kjo bluzja kështu kafe që vin me këtë cepin kështu që janë shumë in këto sezon. Dhe vazhdojmë kemi sërish në çantën, gjithmonë sa e porosis në një gjë të këshin, do marrë dhe në një çantë. Dhe vjen kështu, prit t'ju e tregoj. Ja si është pak kafe më e errët, aty del pak më hapur dhe vjen me këto kapjen kështu. Dhe tjetër kemi hapim këto pakën tjetër, këto duke që nuk është e hapur. Dhe kjo ka shumë gjëra këtu. Nuk është se ka përgjo shumë. Të parat më dollën këto, si i kanë gjitur, të parat më dollën këto. Shikojnë, i përvën duken pak si të rënda, por do t'i provoj e nga gjë të rënda. Dhe t'i provoj në kam se si duken, i kisha harruar fare këto që i kisha porositur, por në këm i kam super mirë. Vetëm janë që kësi të rënda për të rëgët dhe juve. Atëherë janë këto kështu, shpresoj të duken mirë. Se kam edhe këto pantallonat këtu, por ja se si duken. Shumë bukura janë. Më pëlqejnë shumë këto, një palë kafe, kam një palë aty të zeza, por janë me ush në lartë edhe nuk më pëlqejnë. Kurse janë këtë me të rënda dhe nuk i veshë. Dhe vazhdojmë me pako. Është kjo. Çfarë është kjo tani? Se wow, një palë syze, qa paketimi kam bërë, dhe unë thash që kisha marrë. Janë një palë syze, dhe janë kështu të verda. Wow, shumë bukura këto. Më super pëlqejnë, po këtu nuk e di pse dalë kanë si portokalli. Portokallia në fakt, por këtu theksot akoma dhe më shumë. Mëse nga drita në bas, nuk e di ose më duket mua, tani që po shikoj aty, më duket sikur duken shumë portokalli. Edhe këto është shumë cute. Do t'i vendosim këtu që mos na gëzhishen. Kemi sërish një pako që nuk e di se çfarë është. Mendoj edhe këtë syze. Ka marrë shumë syze këtë herë. Ja vim po syze. Këto mezi kam pritur që shpresoj t'jenë si në foto.
Edhe janë kështu, janë super bukura, më super pëlqejnë këto. Shumë ing këto. Shumë bukura. Shumë bukura. Më super pëlqejnë këto. Me zika prit këto syze. Edhe ja, më në fund, unë nuk e di, kam bler ka shumë gjëra, roba, veshje, gjëra dhe nuk e di se ku do t'i vesh shumë këto. Bluzin njërë kam marrë shumë bluze kam marrë, kam shumë jeans aty, por nuk më bëjnë. Nuk më bëjnë për shkak të plagëve, se kam pak të endur këtu, edhe nuk më futen. Dhe vazhdojnë, kemi sërish një palësytë të tjera, dhe këtu më përdi se çfarë kemi. Oh, Matias! Do bëjmë video me mami, Matias? Do bëjmë hall me mami? Matias sa shikon telefonin, është duke qeshur, shikon telefonin, pushon. Atëherë, kemi dhe këto janë super mega ju. Edhe këto më super pëlqejnë. Më super pëlqejnë, janë shumë bukura. Pafrohem më afër që t'i shikoni dhe juve, janë super bukura dhe mua më shkojnë. Ose më duket mua sikur më shkojnë. Kështu, edhe vinë me kështu, në brenda vinë me këtë formën kështu gold. Dhe skeleti është shumë i bukur. Okej, dhe vazhdojmë. Nuk e di se çfarë ka këtu brenda. Kam porositur të herë gati 600 euro dëm. Zoti madh, atëherë këtu kemi dy rripa, një të zi dhe një kap, dhe vinë me këtë pjesën e tokës kështu të thjeshtë. Kam rripa aty, por se si janë bërë, janë prishur, edhe mora këto. Dhe kemi tjetër. Këtë është për shtëpin dhe duhet që ta vendos tek tavolina. Do shkoj në materialin, duket një material shumë i shëmtuar, nuk e ashtot me këtë që unë kam bler, por të shohin njërë, duket material shumë i hollë. Shqyr që nuk mëra shumë. Shqyr që ka marrë shumë se shumë të holla, shumë hollësh. Por mirë, besoj do duket bukur aty në tavolinë. Edhe Mateo që ai shumë po gëzon, nuk e di po gëzon se ka bler ma një rroba Matias, besoj, prandaj. Atëherë kemi një palë xhinse të bardha që shpresoj të na bëjnë. Wow, që nga super të gjera. Po kështu më duket janë, jo nuk janë të këmbukta, nuk janë. Nuk e di tani do më bëjnë apo jo, por mendoj se po do më bëjnë. Mendoj se po. Nuk di ku t'i lë diku që t'i marrë direkt. Zemra ime ti. Këto qeset bën një super zhurëm. Edhe kemi këtu një kostum, një kostum që është, unë këtë është do vendos të gjitha këtu me foto se si më rrinë, dhe është kështu, është ngjyrë xhinksi, aty duket pak më errët, por nuk është kaq i errët sa duket aty. Edhe tutat janë kështu, mua këto ngjyra më shkojnë shumë. Dhe mora në masën, prit, ta shoh, t'jem e sigurt. Më duke në mora në masën small. Por këtu në pas ka një masë. Mos e ka këtu të bluza. Nuk e ka. Nejse. A small, a extra small, nuk e mbajnë. Dhe kemi tjetër. Kemi dy palë
treqe që shpresoj në rrinë mirë, po më duket i pas kam marrë pak të gjëra. Dhe vinë me këtë formën e belit kështu përpara, që ka dalë super në modë tani, edhe një palë të zeza. Këto dy t'i provoj se wow, janë shumë të gjëra. Shumë të gjëra dhe po mendoj që t'i kthej bazë. Për t'i mas njëherë kështu. Si është e zeza. Kafja është më e, si thonë, më e ngushtë, ndërsa e zeza është shumë e gjerë. Edhe këtu do t'i kthej, se nuk po më pëlqejnë. Plus kam marrë edhe një palatlete, por i kam ndëllosh edhe tentoj shumë që t'i marrë, edhe ato nuk më bënin. Këto do kthehen. Tjetër, çfarë? Nuk e di se si kanë gjithë aty tek qesja. Dhe kemi këtu një trike që vjen kështu aty del shumë boqelli i ndezur, por është një boqelli i hapur dhe vjen me këto mëngët kështu dhe fundi i bluzës, domethënë vjen kështu dhe kjo do shkoj shumë me pantallona të bardha. Edhe mua këto ngjyrat më shkojnë. Matias i tajte. Këtu kemi një veshje për Matias që dua për foto. Këtë që di si të tregoj tani. Këtë është atëherë. Është ky kapuçi. Kështu. Dhe pastaj është ky bazi kështu dhe me këto rripat që vin kështu me tantel. Edhe poshtë është me tantel dhe këtu ka një xhep të voçke. Që shpresoj të i bëj ky bazi, se Matias është rritur, ka marrë një super zhvillim këto kohë të fundit. Edhe shpresoj që t'i bëj. Atëherë këtu kemi janë këto. Një palë streqe, po nuk i porosita në këtë ngjyrë. Që i ka marrë kështu, ngjyrë mishi. O, sa i natë. E di si kisha marrë nga ato termiket. Por i ka marrë kështu të holla dhe t'jenë ngjyrë mishi. Edhe këto duen, po më dëshin ato termiket që i kam hedhë poshtë pa dashje. Ku kam ndërsa koleksionin e rrobave, kam hedhur dhe ato poshtë. Edhe tani do sigurisht një palë syze të tjera, me sa duket. Dhe këtë herë i kemi të transparente dhe me skelet të kuq. Dhe këto janë super in këtë vit. Janë shumë bukura, por nuk kujtova që kësi vonë t'i marrë, por shkojnë dhe për në dimër këto. Kështu për në verë. Se tash për në dimër. Sa për të në marrë? Një 4 palë, nuk e di. Ok, vazhdojmë sërish me një trike tjetër. Dhe është kjo trikja kështu, që më duket që kësi gjërë, unë e mora masa small, por vinë të gjëra, vinë goxha të gjëra. Dhe është me këtë jakën, kështu. Se nuk duhet as ti një qisë kështu në trup, se më duket se edhe më ha trupit ndërkohë. Këtu kemi një felice më duket. Matias nuk po mi nga ka syt mua sot. Atëherë këtë felicën, ta shkon pak kështu, po e vesh, sepse është pak e shkurtër, me thënë të drejtën, edhe pak më të gjatë. Kjo nuk ka asë një gjë kështu ku të kapet, jo nuk ka. Atëherë
Është e bukur, po do të ishte një kafe më e errët, jo kështu. Se di tani ta mbaj apo ta kthej. Edhe mëngët i ka goxha të gjëra dhe ka marrë extra small. Se thash do vi shumë e gjerë, edhe këtu vi me këtë pjesën e jakës kështu, por nuk më pëlqen ngjyra, nuk është ajo kafja e bukur, është kjo kafja që vjen në vishnje dhe në të kuqe. Qa kjo atje së ngit kolla jeta e ne? Edhe është kështu. Apo ta mbaj, nuk e di. Do pyes Andrea një herë për këtë ta mbaj, për se do një konfirmim dhe nga të tjerë. Dhe braj. Atëherë këtu kemi sponxha, sepse më pëlqejnë shumë të shenjë dhe më thonë se janë sponxha. Dhe këtu kemi se nuk ju thash unë nuk bëj një që çfarë kam porositur. Këto janë për flokët. Nuk po i provoj do me thënë. I mora më të gjëra këtë herë se herët e tjera i kam marrë më të holla. Edhe po shumë bukur duken kështu. Disha po e mbaj të se duke mirë. Se kam që kësi kesh këto flokët sot, se kam 1-2 ditë që i kam shtrirë dhe nuk i shtriva sot prapë. Po i njërë të nga qesja dhe po e vendos këtu. Më të në një qëtë votën, jo. Atëherë këtu ka marrë disa kartica kështu të zeza, sepse këto super humbi. Nuk e di se nga vend këto lastikët në gjithmonë humbi. Dhe këtu kemi një bluze që është si t'ju e tregoj tani. Është këtu, por vjen dhe me një të kaktu që nuk e di mund të hiqet këtë kaktu, jo? Jo, nuk hiqet, më duket se nuk hiqet. Dhe ja vjen kështu. Kështu edhe pjesa e mangës është e hapur. Ky si material është i mirë. Atëherë këtu ka marrë disa gushore për Matias, sepse nuk ja dalim dot me gushore. Me gushore Matias nuk ja dalim dot tani. Atëherë janë këto 3 gushore. Unë mendoj se ishin më shumë, por që kam vetëm 3. Okej. Vazhdojmë sërisht. Kemi këtu një si u bë këtu tani, o zot. Oho, kjo që më shumë e hapur. Një bluze, trike, çfarë mund të thuhet kësaj, që vjen kështu, edhe kjo këtu para lidhet dhe bëhet fjango. Ja bëhet kështu, do me thënë, është shumë e bukur, po më duket sikur është si shumë e hapur. Më duket pak si e hapur, por nejse. Kjo ishte. Okej, kemi sërish të na kanë rënë. Këto bluzet janë të njëjta, vetëm më ndryshojnë ngjyrat. Ajo. Po, kjo është si ajo e bardha, por është edhe në të zezë. Okej, heqim edhe këtë. Dhe kemi këtu një bluzë të bardhë që vjen kështu. Edhe kjo me mëngë të hapur. Kjo është pak e gjerë për mua, se jam aq e shëndosh. Është pak si gjerë, por mbasi mblidhet nga të larit. Dhe tani do të heqim këto rrëmujën që bëm këtu tani. Po e kthej pa kamerë. Si e kam bërë këtu? Që ta shikoni dhe juve, edhe ky si duket në afër është shumë i bukur dhe shumë
komod.